Në qytetin historik të Prizrenit jetoni moshuari Alush Krusha, 94 vjeçarin nga gjenerata e 4 të fisit Hoti, me preardhjen nga rrethi i Shkodrës, i cili vazhdon të jetë frymëzim për familjen dhe komunitetin e tij. Edhe pse në moshë të shtyrë, Alushi nuk e ka ndalur asnjëherë për kushtimin e tij ndaj fesë islame. Ai vazhdon të agjërojë edhe sot, me të njëjtin vullnet që kishte në rininë e hershme. Përveç agjerimit, Alushi fal 5 kohët e namazit çdo ditë, duke theksuar se lutja i ka dhënë forcë në momentet më të vështira të jetës. Historia e Alush Krushës është dëshmi e gjallë për kushtimit, disiplinës dhe besimit të palëkundur, duke treguar se mosha nuk është pengesë kur zemra dhe shpirti mbetën të rinjë në besim. Unë kam lindur në Prizren, edhe 16 vjeçar kam hinë punë me punu, ndërtimin e Printexit fabrikës, edhe 14 vjetë e gjysmë Printex kam punu me ndërtim, mas në shkova Balkan Suarek, edhe aty kam punu 5 vjetë e 6, pre aty kam shku Kosova Drunin Prishtin, me kush më dhonë banesën, 3 dhomshe, edhe një antar më ma punësu. Më veti drejtori që është banes 3 dhomshe. Jo, thash, unë jam kontabilist i famshëm, dashit një banes 1 dhomshe, një antar ma punësu. Si po ju shkon agjërimi? Apo mundeni me agjëru? Shumë letë agjëroj, pse vetën kanë qenë e këmrujt prej duhanit, pe alkoholit. Cili është sekreti juaj që po dukeni kaq në formë, edhe pse 94 vjeç? Une mas bukës 1 orë nuk ha as qaj, as kafe, as uj, as pije jo alkoholi, nuk ha. Se uji shëndron kalorin në djam. Edhe budat që hanë e pinë, uj e bira në pinë, barki ju bodë si grave 7 zane. E unë e s'kom. Po dukeni shumë mirë në formë. Bacalusha, mund të shme nga tregu neve dhe shikuesve se si është jeta dhe si jeton të familja juaj në atë kohë në Krushë të Madhe? Si ka qenë jeta në përgjithësi gjatë fëmijërisë suaj, e familjes tuaj? Krusha Madhe rafshin shumë e madhe me ujë, me punë për punë. A i vlau mesëm, ku o vendos aty, kja ka njës me njeri punën. Se një vlau o vendosën në pej, a i vlau i tjetër, vajnë vogli, ka shumë kërshumli. Nuk ka ditë sërbisht bile. Si vendosët me u shpërngull në Prizren, ju si familje në Po, me qenë se tësia fshatit, babgjyshi që e vrajti atë shaljanin, shalës, tësia fshatit, ju 5 vlazën e një motë më shpërngullën Prizren. Edhe këta 5 vlazën, 5 banesa kanë pas këtu, shpija. Edhe to kanë pas. Babgjyshi jam ka pas tokën malin e Landovicës, edhe fshati nërmet Landovicës edhe Hatmagjës. Jonë me origjinë katolike shqiptarët. Po sot që po imbushni 94 vjeç, sa ka ndryshuar jetesa në Prizren, si pas jush? Neve në kanë atyre shkollë nuk kemi pas, vetëm në kanë edukat me shku të hoxha ose të shej, në esan për fe me bisedu. Kurse mas 1912 krali nuk kalon mu veçëm 4 klasë me kry. Ma të për nuk kanë ka dhonë dije krali besimtarve, muslimane, kosovarve. Si është jeta juaj sot? Ku jetoni, si a dili në këtë moshë të shtyer? Ne dim që jeni aktiv dhe nuk ndaleni as një ditë. Si fillon dita juaj? Po, me qenë se neve në shpi kemi pas edhe bollica edhe lop, edhe to kemi pas. Neve jemi rritë me buk kalamache, edhe jemi rritë, nona bojë thoi kerame t'i pa shpirti, lop ha bon, një ditë tombën, një ditë qaj bon, mos më në adhonë për ditë. Neve
tomël, se u duke më bo ynyrën me anxherë tomlit. Edhe une vetë kur nuk kom hungur tepër diçka me hungur, vetëm normalisht sa mu. Edhe mas bukës kur nuk kom pi ujë, na ishten longi, pse ujë kalon masën në vjom, aje kalorie që kom hungur. Edhe gati çdo ditë ka një kep ha për sytë, mos me pas nevoj me bajt syza. Ushqimi shëndetshëm, aktivitete po, pse jo me pas një edhe vjam nuk shëndet kom, të tillë. edhe gjithmonë me mjalt i qes 1 gram një shadër. Medicina thot amonium klorid një shadër. Aq, por I kthehemi edhe një herë tek pjesa e rinisë tuaj. Me çka jeni marrë më saktësisht? A keni punuar diçka tjetër përveç asaj që e teksuat në fillim? Kontabilist jom kon, prej fillim për 16 vjeçar. Po babam rameti pa shpirti, tha këqyr, tha djali jam, tha, partia po han kry, nuk po han buk. Mos jenë parti komuniste. Se kur u prish dita me Stalinin, 48.000 vetë janë konë goli o tokë. Po. Ti tha 16 vjeçar, tha mashtrohesh në parti, tha edhe ti shkon. Edhe kur s'kam hi partin komuniste. As tash nuk jom, as një parti nuk jom tash. Besimtar jom, 5 vaktin lexoj, me qenë se shkoj xhami, tash shoqja mu ka smu që 2 vjet, duhet nga ta saj më konë se nuk është në gjendje me qelë derën misafirit që vjen. Pse jo, ju uroj juve shëndet, juve dhe bashkëshortës edhe gjithë familjes sua, juve faleminderit shumë për këtë intervistë që gjetën kohën e lirë për me ardhe dhe për me fol rreth jetës suaj edhe për moshën që e keni se si ka shkuar jeta juaj në përgjithësi. Sa jom gjallë, shnosh, edhe agjinoj, edhe 5 vakte nuk e lo pa e falë. Juve Zoti ka bull, shëndet e çdo të mirë. Inshallah përjetoni edhe ju vitë mia tonë. Vetëm dëroni pleq, një udhëzim për ju japë që dëroni babën edhe nonën. Patjetër. Patjetër, shumë faleminderit. Gjenerata reje, sa po din djali, fëmija, pjapin qatë telefonin, as po din me hecë, as me fol, me qatë telefon. Edhe djali më thënë s'po din me fol, as me nonën, as me babën, as me gjyshten e vetë. Qërë situata shumë e keqe. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.